Arsyeja është themeli i çdo të mire. Është transmetuar nga i dërguari i Allahut profeti Muhammed, paqja e bekimit të Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, se ka thënë: vërtet, e gjithë e mira arrihet vetëm përmes arsyes, dhe nuk ka fe për atë që nuk ka arsye. Mesazhi i këtij hadithi është shumë i thellë dhe vendos arsyen në qendër të jetës fetare dhe morale. Nga ky hadith i begat mësojmë së pari, e mira lidhet me arsyen. Njeriu arrin të dallojë të drejtën nga e gabuara, të mirën nga e keqja, vetëm përmes përdorimit të arsyes. Pa arsyetim të shëndosh, veprimet bëhen të verbra ose të paqëndrueshme. Së dyti, feja kërkon vetdije dhe kuptim. Shprehja nuk ka fe për atë që nuk ka arsye, do të thotë se një njeri pa arsye, pa mendje, nuk konsiderohet formalisht besimtar. Porse, feja e vërtet nuk mund të realizohet pa kuptim, reflektim dhe ndërgjegje. Së treti, adhurimi pa mendim, pa arsyetim nuk mjafton. Veprat fetare që bëhen pa kuptim dhe pa reflektim humbasin vlerën e tyre të plotë. Arsyeja është ajo që i jep shpirt adhurimit. Së katërti, përgjegjësia morale lidhet me arsyen. Sa më shumë që njeriu përdor arsyen, aq më i përgjegjshëm bëhet për zgjedhjet e tij. Me këtë thënie të tij, profeti ynë i dashur, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali, na mëson se arsyeja është themeli i fesë dhe i çdo të mire. Një besimtar i vërtet nuk është thjesht ai që ndjek rituale, por ai që mendon, arsyeton, kupton dhe vepron me urtësi.